Musliman kallëzoj ke njerëz që kur ka një vogël, kur ka 3 si fëmijë kështu, kanë hime një vend ku muslimanët i kanë falë taravit, edhe u kanë zjarmi, u kanë vezën, ata kanë vezë zjarmin për monzemi falë taravit. E këta kanë dalë jashtë edhe kanë mshel gypin e timit, e kanë mshel qyngën që i thujmë na, e kanë mshel gypin e tymit me letra. Edhe të një mrena në gjami, po mëni me marrë me menë që shkep timi komplet. Këj ka zike këta i pëndum. Nashtë në atë kohë, kër e ka bo, ju ka do shumë interesant. Ju nashtë e në knaqë të kesh me atë veprim tyne. Nashtë, wallah alem, nashtë të ka do këtë mirë. Ama tash e ka zën i pëndum. Edhe kam bindje në vete që se cili për neve, kër e kena bo një të keqe, sa herë të vjen një të keqe, thu, ka mundësi me marë për qasajna. Ka mundësi me marë për qasajna. Ka mundësi për qasajna që i kumë bo sprova besimtarve. Të më thënë, nefësijët nuk bëhet rahat me harame, musliman. Në qovë se njëherë ke ba një haram, ti nashta pendohesh, nashta kthehesh te Allahu Azuzel, ama dëvret. Sa ardh vjen një sprov, një telashe tu, ka mundësi për ati harame që e këmë ba, ka mundësi për ati gjinaj që e këmë ba. E kjo shaje mirë, kjo shaje që ti e pendu, ama zemra jote ka me bajt, me vete haramin tanë. Çdo zemër e besimtarit, çdo haram që ka bë ka me majt me vete të kohën, ka me net brend në zemrën e tina, në menjën e tina. Ti nashta e pendu, ama megjithatë është pikë e zezë në zemrën tënde. Lutem Allahun Azza wa Jalla me fal këtë gjinaje që i kem bë.